Me të mëritur në qytetin e Elbasanit, 5 fëmijë të shoqëruar nga një psikologe janë marrë në pyetje për disa orë në komisariatin e këtij qyteti. Ndërkohë që policia shoqëroi edhe mësuesen kujdestare Mjaftoni Ago, e cila lejoi udhëtimin e tyre drejt Tiranës së pashoqëruar. Vetë prindrit jashtë komisariatit kanë bërë përgjegjëse mësuesen kujdestare ndërsa kërkojnë hetimin e policisë për stafin pedagogjik. Me thënë drejtën, ka pak frikime njëri me tjetrin, mësuesët. Po fëmijët janë ankuar herë tjetër që i rrifte mësuesja? Jo. Kam bërë kallëzim penal për mësuesin kujdestare dhe për drejtoreshën. E çova në shkollë Gocën, përfundoi në Tiranë. Kur fëmijët din shkollë dhe fëmijët vënë në polici, sa në Tiranë, Elbasan këta jemi shqetësuar shumë. Për këto kemi ankesë. Po herë tjera janë ankuar? Jo, mua Goca jo, unë kam Gocën të mirë, me fjalë me nota të mira dhe nuk kam ndonjë shqetësim as me një. Ndërkaq, pasi ka përfunduar dëshmi në polici, mësuesja kujdesare ka deklaruar se lejoi udhëtimin e nxënësve drejt News 24 në Tiranë pas mos përfilljes nga strukturat e arsimit në Cerrik. Mendova për dhunën, fëmijët e dhunuar nuk në gjendje që gjeta klasën nuk mund të bëhesh mësim dhe asgjë. Nuk pëlqente 1-2, po ishte një masë e madhe nxënësish. Dhe kjo është arsyeja që unë ju drejtova drejtoreshës dhe i thash, mund të vini pak në klasë? Ajo nuk e mori fare mundimin që të vinte fare. Zënë shkuat ju në drejtoritë arsimore bashkë me nxënësit? Po, unë kam çuar edhe përpara, kam patur problemin tim personal të punës. Po. Dhe kam shkuar disa herë, nuk kam marrë zgjidhje fare aty. Dhe kur takova drejtoreshën, i thash që sot nuk kam marrë për problemin tim. Kam marrë për problemin e fëmijëve, mundësinë e komunikimit me prindrit nuk e kishja, jo vetëm për këtë. Por në qoftë se do vinin prindin në atë situatë, si ishin nxënësit të gjithë duke qarë dhe duke bërtitur, sikur do bëheshe më problem. Pas denoncimit në polici, fëmijët u larguan drejt Cerrikut të shoqëruar nga prindërit. Policia bën me dije se do i referojë të gjitha materialet prokurorisë, duke u përqendruar te dhuna e pretenduar ndaj të miturve nga mësuesit e tyre.